në vijat tona, qysh me leju në atan. Qysh në vijat juve, a I po thët që për autostrat ka pas me operu? Edhe licencën e ka për autostrat? Si në autostrat, si kështu njëjta. Me që me një minutë nisë, ku shi për shemë kënina ka autostrada, s'ka dalim aty 5 minuta dhe pas shumë. Ju pas ki takt akuz për këtë punë? Po më në gjukat jemi në kanë qunë policinë neve, I kemi quën atë ankesat e të në të kemi aty. A I di fort mirë që I gjithë në pengon. Do të me në kena. Që 30 vjetë në kemi shta vijat. Na I kemi largu ata 20 vjetë ku nuk o stora keqe. Nuk kemi kalu me një grusha kalu e ku o stora keqe o vlasë. Po ta merë bukur për gojës. Kush ka faj ndërum, që ju e keni marrë ligjin dur? Ka faj aj, në vina ta të ministrisë aty, se s'ka natë ministrisë. Jo be vla, të stash apet I kanë qitë, ku kur s'ka konkurue. Zdo vjetë dalin ata. Po s'konkuron se s'peleni. Këta qështu parësytohen. Se mos të mbrojnë për dhe ka me mbrojnë. Bukur e fëmijve mi, se mos të mbrojnë, shku me bëhune. Po veç ndërum, nëse ai ka licencë pagun taksa për me operu edhe ju nuk e leni... Na paguj me një orar në katet, o vla. Po, në licencë nuk po thët që është me një orar, po thët që është në rrugë tjetër. Ajo është në rrugën e autostradës. Shka ka mërë, ti si shkove me rëzirë, si shkove me shkove me një banesë, ki me shkove. Sipas rregullave, Ministria e Infrastrukturës në vitin 2023 hapi thirrjen për linjat të autobusëve të cilat lidhin Prizrenin me aeroportin dhe Prishtinën. Fituesi I thirrjes ishte kompania nga Ferizai me emrin Plisi. Kompania, edhe pse ka fituar të drejtën në operim, shoferët e kompanisë dhe pronarët u sulmuan nga disa persona vetëm për faktin se ata nuk ishin nga Prizreni. Sipas një dosje të prokurorisë që e kemi siguruar, me datën 4 mars 2024, një inspektor I komunës e kishte ndaluar autobusin, ndërsa pas hapjes së derës, 3 të dyshuarit antarë të familjes Gavazaj dhe një antar I familjes Kuqi futën në autobus dhe grushtojnë antarët e familjes Mustafa. Ky incident sulmi shënon edhe fundin e linjes së autobusëve për Prizren duke përdorur autostradën. Që nga ajo kohë, kompania që e ka licencën dihet e pasigurt për të operuar. Në momentin që I njëjti hin me autobusin e tina në stacionin e autobusave, nga disa kompani që operojnë aty, janë organizu dhe është sulmu ai dhe shoferi tina edhe kondukteri. Pastaj rasti ka vazhdu për këtë rast, jenë jep deklaratat në policinë, prokurori, dhe kemi pat rastin e dytë para 3 muajve afërsisht, dhe me të hyrën në stacion të autobusave, ku këm qenë edhe unë së bashku me ta, e kemi nalë në peronin që na është ndalë nga stacioni autobusave autobusin dhe me të dalë nga aty, kanë ardhur të njëjtat kompani dhe kanë bloku autobusin e tij me autobusa për të gjitha anët, dhe në një është ndalur përpara dhe I cili deklaron kënd se I është prishur autobusi. Po ashtu, ajo për mua që ka qenë shokuese, ka qenë kërcënimet kanë vazhdu edhe në atë moment, edhe ata kanë thonë që nuk mujnë me leju as një kompani tjetër të operoj për pas nese. Çdo kompani këto që operon këtë stacion, është kompania cila do të na keson neve, do të na pamundson neve punën në këtë stacion. Po me çfarë të drejtë ata e bojnë këtë punë? Mendimi tyne është sepse kompania që merr licencë do t'i dëmton ekonomikisht ata dhe do ta kenë të pamundur me realizu të hyrat mjaftueshme siç kanë realizuar deri më tani. Ani pse kompania që ne përfaqësojmë e ka marrë vinë edhe përmes autostradës, ndërsa këta kanë përmes rrugëve lokale. Çka I pengon këta me pas linja nëpërmes autostradës kur këta vinë edhe bojnë 2 orë gjysmë I Prizreni, hinë ka qyteti I Shtimës, Lipjanit, vazhdojnë edhe vinë në Prishtinë. E vërtet, këta e kanë ndronë se kompania që pastaj do të vazhdojnë përmes autostradës, do të merr një numër të tyre të udhëtarëve dhe këtyre do t'ju bie puna. Është vetëm kjo arsye,
po për mua është më shokuse në këtë ku si lejojnë ata më organizu në mënyrë të tillë, edhe si nuk ndërmarrin hapa konkret edhe prokuria dhe policia, sepse ne, pasi kemi marrë gjitha informacionet si avokat që ka ndodhur një herë, kena kërku asistencë edhe pi prokurisë, edhe pi policisë në rastin e dytë me na monitoru dhe nuk kanë dalë me na monitoru derisa ka ndodhur problemi. Shikus të ndëruar, qytetarët e Prizrenit do duhet të kishin të drejtën që të udhëtonin shpejt dhe lehtë me autobus duke përdorur autostradën. Kompanitë të cilat operojnë nga Prizreni kanë vendosur që duke përdorur grushtat ta ndalojnë kompaninë që operonte nga autostrada. Kompania për shkak të pasigurisë ka vendosur ta pezullojë aktivitetin, ndërsa prokuroria ka ngritur një akt akuzë për 4 persona. Linja nuk operon, ndërsa Ministria e Infrastrukturës ka heshtur për të ndërmarrë hapat e tjerë. E tërpuna tash i është lënë organeve të ndjekjes. Ne kemi ndërmarrë veprimet sipas autorizimeve ligjore, kemi bërë shpalljen publike për interesimin e operatorëve në linjat Prizren-Prishtinë për autostradë dhe linjat Hane-Lezit Kaçanik Prishtinë në për autostradën Arbër Xhaferi. Deri më tani nuk kemi pasur ndonjë operator të interesuar prej Hanit e Lezit që përshkon domethënë trasen autostradën, ndërsa ka autostrada e Ibrahim Rugova, domethënë linjat Prizren-Prishtinë, kemi pas disa operatorë të interesuar, ka rande valide që operatorët i posedojnë dhe operimi prap, siç thashë më herët, domethënë është në kompetencë mbikëqyrje të organeve të kontrollit, këtë rast Departamentit të Inspektimit dhe Policisë së Trafikut. Është evidente që kemi pasur disa të paktën edhe përmes njoftimeve zyrtare nga operatorët të cilët posedojnë rendet për autostradë, që operatorët e trasës Prizren Suarek, domethënë trasën e vjetër, të cilët në farë forme ndihen të pakënaqur në raport me funksionimin e linjës, sepse konsiderojnë që do të jetë si trasë e vdekur dhe duhet bërë një analizë më mirë fillë. Pikërisht për autostradën Ibrahim Rugova, është një kompani që ka aplikuar për gati 2 vite, ajo thotë që nuk po mundet me operu për shkak se ka qenë nga regioni i Ferizajt dhe disa nga operatorët atje në Prizren e kanë pengu, madje edhe ka pasur sulme fizike ku sot ka dhe një akt akuzë ngritur për disa prej tyre. Kemi disa operatorë, faktikisht, si kemi pasur edhe informacione që operatorët kanë filluar të mbajnë të ushtërën veprimtarinë, kanë hasur në pengesat të operatorëve. Nuk është në mandatin kompetencën tonë, është kompetencë të organeve të kontrollit dhe organeve tjera kompetente që besoj që janë duke drejtuar rastin. Por derisa operatorëve nuk i krijohet kushte, atëherë domosdoshmërisht duhet kërkohet mbështetje nga mekanizma të tjerë, institucione të tjera kompetente.